Institucionet në vend po përgatisin ndryshime urgjente ligjore për të përforcuar mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje. Për këtë qëllim, pritet të ndryshohen gjithsej 8 ligje që lidhen me parandalimin e dhunës dhe mbrojtjen e viktimave. Në Ministrinë e Politikës Sociale, Demografisë dhe të Rive, u mbaj takimi i parë i grupit punës që do të analizojë legjislacionin aktual dhe do të propozojë përmirësime. Nga Ministria informuan se grupi i punës do të punojë për ndryshime dhe plotësime në disa ligje, si ligji për autorizimet policore, ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje, ligji për mbrojtje sociale, ligji për drejtësinë për fëmijët, ligji për ndihmë juridike falas, ligji për procedurë penale, ligji për procedurë civile dhe ligji për pagesën e kompensimit monetar për viktimat e veprave penale me dhunë. Qëllimi është të përmirësohet zbatimi praktik i ligjeve dhe të forcohen mekanizmat për parandalimin e dhunës dhe mbrojtjen e viktimave. Në takimin e punës morën pjesë zëvendës Ministri i Politikës Sociale, Demografisë dhe të Rive, Gjoko Velkovski, dhe Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, ndërsa pjesë e grupit janë edhe përfaqësues të nga disa institucione, organizata civile, gjykata, prokuroria dhe komuniteti akademik. Në takim u konkludua që çdo institucion deri në mbledhjen e radhës të dorëzojë propozime konkrete për ndryshimet ligjore, si dhe ndryshime në aktet nënligjore, rregulloret dhe protokollet në përputhje me nevojat e konstatuara. Takimi u mbajt pas vendimit të trupit kombëtar koordinues për zbatimin e konventës së Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje.